جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي Megjithatë, muslimani besimtari duke ndëgjuar historinë e hapjes së Mekës, e bën mend se në të vërtetë edhe unë kam marrë pjesë në këtë ngjarje. Çka është e vërtetë? Është e vërtetë sepse ngjarja e çlirimit të Mekës nuk ishte vetëm se një tregim i përshkruar nga historianët, i mbyllur edhe asgjë tjetër. Kjo ngjarje ishte përplot me befasi, përplot me dispozitat e sheriatit, përplot ngjarje që e lanë historinë të mbushur me praktikë, me punë të cilat ne duhet t'i punojmë, jo vetëm se t'i mësojmë përmend, edhe t'a dimë një gjallë, edhe t'a harrojmë, mos e punojmë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur filloi që të mendoj për shërimin e Mekës, që të hyjë në Mekë, u ofru tek besimtarët edhe i konsultoi për këtë çka të zgjidhni të jemi në një që ata të jenë pejgamberi alayhi salatu wassalam hapë për të shërimin e Mekës. Kur filloi që të mendoj për shërimin e Mekës, që të hyjë në Mekë, kur besimtarët u nisën për në Mekë, në rrugë dolën disa mushrik edhe i kërkuan pejgamberit alayhis salam që të e bëjnë një marrëveshje ndërmjet tyre edhe ndërmjet mushrikëve. Pejgamberi alayhis salam u ndalë edhe i pranoi fjalët e tyre që të bëjnë një marrëveshje. Edhe çka ishte marrëveshja në pika të shkurtra. Marrëveshja ishte që çdo kush që do të vije nga mushrikët tek pejgamberi alayhis salam, tek muslimanët, ishin të detyruar muslimanët që ta marrin atë person edhe ta largojnë prej Medinës, që të kthehet tek mushrikët, tek pabesimtarët. Këtë e pranoi pejgamberi alayhis salam, edhe në shkroi. Ana tjetër ishte që pejgamberi alayhis salam donte ta shkonte marrëveshjen Muhammad ibn Abdullah Rasulullah. Kurse mushrikët thanë ne nuk njohim as Allah. Kështu që vetëm se shkruaj bismik Allahumma, ne nuk thënë o Zot. Edhe se kanë qenë pabesimtarë kanë pasur shprehje. Edhe këtë e pranoi Muhamedi alayhis salam. Kështu që në një ndër shtymat tjera që ishin, u ju lejoni jo besimtarëve që të shkojnë në Mekë edhe të bëjnë umre, pa armatim. Të shkojnë të bëjnë umre një herë, pa armatim edhe të kthehen mbrapa. Edhe këto e pranoi pejgamberi alayhis salam. Në këtë marrëveshje kishin shumë dëshmitarë, të cilët e nënshkruan marrëveshjen edhe e bugjosën dhe prej këtyre ndodhi që Omeri radiallahu anhu ishte pak jo i kënaqur me këtë marrëveshje që e bëri në Hudejbije Muhamedi alayhis salam, edhe i tha ja Rasulullah, a nuk jemi na musliman? Apo ne jemi musliman? A nuk janë ata jo besimtar? Apo janë jo besimtar? Po atë pse të gjitha këto dëshime janë në keme, tha Muhamedi alayhis salam në gjithë kursi, tha se Allahu më ka urdhëruar kështu. Omeri radiallahu anhu kur ndëgjoi këtë fjalë, u qetësua dhe e diti se çka
çdo gjë që vinte nga Allahu tek pejgamberi alayhis salam e kishte urtësinë e vet. Po në këtë kohë u largua edhe Abu Bekrit, i cili e tregoi në të vërtetë besimin e plotë, jo që Omeri nuk kishte besim, po e tregoi urtësinë e vet të besimtarit, edhe kur i tha Omeri Abu Bekrit për këto gjëra, para se të ofrohet te Muhamedi alayhis salam, Abu Bekri shajta, tha Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri se e ka bërë këtë marrëveshje. Mbas kësaj kohe, mbas marrëveshjes që e bënë në Hudejbije, ishte interesant se erdhën mësime të qarta se kjo marrëveshje ishte në dobinë e muslimanëve. E para, dobi e cila vinte në supet e muslimanëve ishte se hera e parë që mushrikët po e konsiderojnë një shtet islam, po e konsiderojnë si shtet, edhe po bëjnë marrëveshje, edhe çdo herë dinë se kur bëhen marrëveshje me një element cilin ti e pranon si fuqi, si shtet. Këtu kurejshitët ose mushrikët nuk i shkojnë në mend se gjatë marrëveshjes që do ta bëjnë me muslimanët do t'ju ngritej zëri në këtë gabishtë nga arabët. Edhe në këtë mënyrë e bën marrëveshje. Kur ndëgjuan pikë të tjera se çfarë u bë, se çfarë marrëveshje u kry në mesin e muslimanëve edhe mushrikëve, atëherë shaq filluan ta ngrisin pozitën e besimtarëve. Të thonë se me të vërtetë Muhamedi edhe shokët e tij fituan, sepse arritën të bëjnë një marrëveshje me një fuqi tjetër. Do të thotë marrëveshja ku bëhet? Marrëveshja bëhet kur dy fuqi janë të njëjta. As njëra më afër, as tjetra më afër. Edhe çdo njëra e përmban veten. Po kush fiton këtu? Fiton ajo anë e cila nuk ka pas prioritet ndërkombëtarisht. Edhe në një moment kur e bën marrëveshjen, atëherë dallohet nga të gjithë të tjerët se me të vërtetë kjo palë e cila ishte më e dobët u bë palë më e fortë. Në këtë mënyrë, pejgamberi alayhis salam me urtësinë e vet edhe me vahjin që Allahu i lëshon në ujë shpalli, e bëri këtë marrëveshje dhe pika parë u realizua që shteti islam të mirë ndërkombëtarisht nga të gjitha fiset që ekzistonin në vendet arabe dhe filluan delegacione të ndryshme të vinë nga fiset e mëdha arabe tjera që të njoftohen me një shtet islam të ri. Pse? Sepse kur e kanë këtë marrëveshje, të gjithë filluan të bëjnë llogari. Thamë se ndoshta ky shtet islam i cili pati mundësi të bëjë marrëveshje me kurëshit, me mushrikët të cilët ishin super fuqi në gabishtin arabik, nesër ndoshta edhe me neve do të na bëjnë njëjtë gjë edhe do të na kërcënojnë. Kështu më mirë shkojmë njoftohemi me ata, ndojmë kontakte, bashkohemi edhe mos trasojmë një tjetër. Në këtë kohë pejgamberi alayhis salam arriti që të fitojë një dobi tjetër shumë të madhe, të fitojë një udhëti tjetër shumë të madhe, që t'i tërheq delegacionet e fisëve tjera në Medinë. Prej asaj kohe, filluan çdo ditë të paraqiten delegacionet e pejgamberit alayhis salam. Këtu, pejgamberi alayhis salam e kishte cilësinë si një kryetar shteti, e kishte cilësinë si një prerës i shtetit. Prandaj edhe kur i pritne mysafirët, delegacionet e ndryshme, ata vinin aty me pritje të rregullta, ashtu siç i takon një shteti të mirë të përkryer. Edhe në këtë kohë filloi pejgamberi alayhis salam ta shfrytëzoi këtë takim me këto delegacione edhe të tjera në islam. Shumë prej tyre e pranuan islamin, edhe u kthyen në popujt e tyre. Çka bën? Pasi e pranoi fenë islamin, ai i thirrë edhe popullin e vet, edhe i pasën e ishin të Muhamedi alayhis salam, kryetari i një shteti të ri islam, edhe ai në fund i për fenë e vet,
Feja e cila ishte më të vërtetë e mirë, prandaj ne si popull duhet patjetër ta pranojmë fenë e Muhamedit alayhis salam. Shumë fize hynë në fenë e Muhamedit alayhis salam. Në këtë rast, kur shitve ju përkujtua gabimet që ti kishin bërë. Edhe filluan të dërgojnë delegacione në për këto fize që të nxisin më largu prej fesë islame me bërë një koalicion me kurëshitët, me mushrikët. Shumë prej tyre të cilët shkuan si delegacion të ata njerëz për t'i kthyer nga feja islame hynën në fenë islame. Edhe filloi të dobësohet ajo fuqia e madhe të cilën e kishin mushrikët pa besimtarët në Mekë. Filluan shumë fize që të mos e bëjnë llogari shumë fjalën e tyre. Mos janë ndonjë shumë veshën fjalës tyre, se që ata kur thoshin parit e kurëshitëve, parit e mushrikëve, se kështu duhet të bëhet, askush nuk guxonte ta lëvizja fjalën e tyre. Se ishte një super fuqi. Por ta shpjeguan të dobësohen, fiset u larguan, njerëzit e mëdhenj u larguan, Islami u forcua. Edhe mushrikët e panë se gabimin e kishin bërë në marrëveshjen e Hudejbiyes. Edhe se të gjitha pikët ishin interesante në kundërshtim me çdo gjë që ishte në dobinë e muslimanëve. Ashtu sa që pejgamberi alayhis salam e nënshkroi një pikë tjetër e cila thoshte çdo kush që vjen nga mushrikët te muslimanët e keni për obligim me këtyre mbrapa. A kush vjen prej juve te na, nuk e kemi obligim me atë mbrapa. Edhe Muhamedi alayhis salam të nënshkron. Çka u bë? Këtu tash është kushtia e kësaj pike të cilën po e flasim tash. Të gjitha ata të cilët e pranuan fenë islame. Edhe erdhën te pejgamberi alayhis salam nuk e prishin marrëveshjen. Nuk i thasë sa dërsa ata mushrikë të prishin marrëveshjen. Po çka? I tha unë e kam nënshkruar, unë jam marrë vesh me katër, se juve do t'ju kthejë, do thotë nuk do t'ju vlon në dine, shkoni ku doni. Prandaj juve autorën e vogël. Çka bëni me ata persona? Që të kthehen te mushrikët në Mekë ishte problem, se kishin tortura, kishin vrasje, edhe filluan të mbledhin qeta, filluan të mbledhin grupe, edhe të bëjnë sikurse që shkruajnë deri ka çaka. Edhe duke u grumbulluar në mënyrë, ata që vinin edhe u bënin musliman, filluan të i kërkusin rrugët e karavanave të tregtisë që vinin nga Mekë për në Sham edhe në Palestinë. Filloi edhe ekonomia